Në prag të ndeshjes së të shtunës midis Serbisë dhe Shqipërisë që do të luhet në stadiumin Dubočica të Leskovcit, futbollisti serb Nenad Tomović, në një intervistë për mediumin Sportinjo, ka komentuar zhvillimet në të dy kampet, por edhe incidentin e paharrueshëm të disa vite më parë në Beograd, që shënjoi edhe rrugëtimin e kombëtares shqiptare drejt europianit të parë, atij të vitit 2016 që u luajt në Francë. Ndeshja ishte ndërprer pasi një dron me flamurin e Shqipërisë etnike me mbishkrimin autoktonus dhe dy figurat e shquara kombëtare, Ismail Qemalin dhe Isa Boletinin, u fut në stadium që i parapriu incidentit. Ndeshja realisht ishte ndërprer pasi huliganët serb, lojtarët e Serbisë dhe pjesëtarët e stafit dhe sigurimit i sulmuan fizikisht lojtarët e Shqipërisë. Futbollisti serb Tomović vazhdon të jetojë me paranojat e atij momenti pasi së fundmi ai ka deklaruar se incidenti sipas tij ishte planifikuar dhe inskenuar, ku edhe lojtarët shqiptar në fush e dinin që do të ndodhte kjo gjë, pra ardhja e dronit. Sinqerisht ishte një provokim i madh të shihnim atë flamur të Valvitej mbi kokat tona. Sipas mendimit tim, Stefani reagoi me mençuri dhe e uli menjëherë. Mund ta shihni këtë nga reagimi i tyre, nga mënyra se si ata vrapuan brenda dhe si filluan ta mbronin atë flamur. Mendoj se gjithçka ishte e planifikuar, e inskenuar, pastaj të gjithë filluam të vraponin brenda, filluan incidentet, por siç thash pak më parë, mendoj se gjithçka duhet të kishte ndodhur në fushë dhe të mos kishte mbaruar kështu, por ky ishte padyshim qëllimi i tyre, ata që e planifikuan, përfundimisht e arritën atë çka donin, deklaroi Tomović për Sportinjo. Sa kaq, Shqipëria dhe Serbia do të përballen tani në një sfidë tjetër, ku këtë herë vlen kualifikimi për Kupën e Botës 2026, dhe Tomović i ka bërë analizën kësaj sfide, duke thënë se është i bindur se kombëtarja serbe zotëron cilësi individuale dhe ekipore më të larta se sa Shqipëria, duke pasur mundësinë që ta sigurojë fitoren e nevojshme në këtë përballje dhe të hipotekojë vendin e dytë në grupin K kualifikues. Sipas tij, serbët duhet ta fitojnë këtë ndeshje pasi shton ai, Serbia e ka një cilësi më të mirë se kuqezinjt. Mendoj se kudo që të luhet kjo ndeshje, në Beograd apo Leskovc, Zaječar apo Kragujevc apo Niš, qëllimi duhet të jetë i njëjtë. Mendoj se të gjithë do të vinë sa më shumë të jetë mundur për ta mbështetur ekipin ton kombëtar. Çelësi do të jetë durimi dhe të qenit më të zgjuar në mënyrën organizative, të mos ngutemi dhe të mos nxitohemi për të shënuar një gol me çdo kusht. Sigurisht ne kemi cilësi shumë më të larta, si individuale ashtu edhe si ekip, kështu që mendoj se i kemi të gjitha kushtet për ta fituar këtë ndeshje, përfundoi analizën e tij Tomović.